situatë konflikti dhe lufte të cilët pasojat të cilës janë të mëdha, qoftë në aspektin ekonomiko-financiar, bllokimin e rrugëve drejtare, krizën e naftës, e gazit të lëngshëm dhe kuptohet diskutimet që janë bërë për marrëveshjen tërësore ndër të tjera kanë kurzuar pikërisht edhe programin bërthamor ku SBA dhe Trump kërkon një formatim të tjetër ata se marrëveshje duke e kushtëzuar zbatimin e saj me përmbushjen e saj me kontrollin e zbatimit nga ana e palës iraniane dhe nga ana tjetër shoqëruar kjo edhe me lehtësimin e kujt edhe të barës financiare të Iranit në kuptimin e zhbllokimit të financave të bllokuara, po aksesin që do të ketë Irani edhe në sistemin ndërkombëtar të pagesas SWIFT, po nga ana tjetër edhe zhbllokimin e pjesës e blokadës detare në jug të saj, për sa i përket levrimit të mallave iraniane dhe përfshirjen e Iranit në gjithë tregtinë globale. Po kjo do të jetë në një kontroll absolut të SBA-s për sa i përket zbatimit saj dhe varësisht nga fakti se sa do të respektohet nga pala iraniane, do të ketë edhe lehtësira që në SBA dhe Trump do të bëjë. Në një farë mënyrë, në këndvështrimin e palës SBA-s, kjo është një marrëveshje cilët nuk ka alternativë tjetër Irani për ta mos zbatuar, sepse në kundër do të ballafaqohet me një skenar falimenti apo një skenar përshkallëzimit të konfliktit apo edhe të rrëzimit të regjimit. Marrëveshja e këtë rrallë është më tërësore në kuptimin e saj që është SBA nga një ranë dhe nga ana tjetër është Irani, të cilët krahas programit bërthamor ka edhe të tjera që kanë bënë me financimet e tij ndaj proksave, uljen e këtij rrezikut për rajonin e shumë të tjera. Do të thotë që në farë mënyrë ndihet një lloj kontrolli i SBA-s në raport me Iranin këtë marrëveshje. E shërzueli, si të mos harrojmë pa përmendur dhe takimin që pati presidenti i SBA-s Donald Trump në Kinë, pra takimi që ndodhi me Xi. Çfarë mendoni se ka ndodhur dhe sa ndikim ka pasur ky takim në arritjen ndoshta të kësaj marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit, dhe mendoni se është Kina vendi që ndoshta mund ta frenojë të gjithë të konflikteshme që po ndodh mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit? Padyshim e nderuar, takimi i presidentit Trump me atë Kinë Xi Jinping, samiti i dy liderëve kryesorë së botë, ishte një rëndësie të madhe, po themi edhe historike në kuptimin e rezultateve të pritshme që vinin nga ky takim dhe duke nisur nga ajo që formati i takimit dhe prezenca e tij ku bashkë me presidentin Trump ishte gjithë elita jo vetëm politike, por edhe ekonomike e SBA-s, zëdhënësit kryesorë të ekonomisë amerikane në fushën e teknologjisë, në fushën dhe në gjithë sektorëve të rëndësishme, si për të treguar që marrëdhëniet midis këtyre dy mbledhjeve janë të tilla saqë bazohen në parimet transaksionale, parimet e biznesit, të cilët palët në situata krizesh apo situata të cilët përballen me sfidat globale, ato duhet merren vesh, pavarësisht problemeve që mund të kenë në zona të caktuara dhe absolutisht duke pas parasysh që rreshtimin e Iranit në bllokun e BRICS-it si anëtar e saj, por edhe një partneritet dhe aleancë që ka Irani me Kinën, nuk ka qenë jashtë vëmendjes pikërisht edhe kjo duke pas parasysh ndikimin e madh që ka Kina, gjithandej përfshirë dhe zonën e Eurazisë, si një mundësi potenciale zhvillimi që edhe vendi ku realizohen projektet e mëdha kapitale dhe ato nivelit strategjik që është ajo Initiative Road, që One Road, One Belt, po sikundër edhe fakti që Kina është furnitori kryesor i naftës dhe i gazit lëngshëm nga kjo zonë, nga gjithë Persik, dhe nga cilat krijon një lloj varësie ekonomia dhe sektorët e saj, nuk ka qenë jashtë vëmendjes ky takim, sikundër fakti që Kina në kuadrin e partneritetit dhe aleancës që ka furnizuar Iranin qoftë me infrastrukturë, teknologji, me informacion, dhe kjo në një farë mënyrë ka qenë edhe garancia për regjimin e Iranit dhe për vazhdimin e luftës. Atë që kemi thënë që shkaku kryesor që Irani nuk po mbet, nuk është thjesht vetëm fryma e brendshme dhe ajo mbijetesë
pengesa dhe rezistenca që i bën zbrënshëm, por edhe ajo që i vjen nga jashtë, sidomos nga Kina, në ato shtetet që jep, po edhe nga Rusia gjithashtu. Dhe ky takim ka pas edhe ky rezultatet, sepse është një frym e këtij takimi që sjell këto rezultate, sepse SBA-ja nuk intereson vazhdimi i konfliktit, sepse do të jetë një kosto shumë e lartë për të për ekonominë amerikane, po sikundër do të reflektohet edhe në një situatë polarizuese politike në SBA, kemi parasysh ndarjen e bloqeve, aq më tepër kundërshti që i bën kampi demokrat, po edhe brenda republikanëve ka rezistencë, në atyre të cilët janë pro luftës dhe në ato që janë kundër luftës. Dhe Trumpi është në këto dilemat e tij për për të marrë një vendim pro apo kundër dhe përdor gjithë këto alternativa. Por më së shumti është i prirur për të arritur të marrëveshje, kuptohet pa u turpruar, po duke i dhënë edhe duke imponuar kushte të tilla sa që nuk ka alternativë tjetër Iranit zgjedh, ose të pranoj kushtet e tij, ose të dorëzohet dhe përballë kësaj situate regjimin vetvete i analizon, kur flasin regjimit gjithçka që përfaqësohet, qoftë nga pragmatistët, moderatorët, po edhe pala konservatore, gjithë duhet marrë një vendim për sa i përket arritjes së marrëveshjes dhe pranimit të kushteve. Dhe në mënyrë kategorike themi që absolutisht në takimi Jinping me samiti kinezo me Amerikan, në rastin konkret nga dy presidentët, ka prodhu absolutisht efektet të cilët kanë quar edhe në këtë marrëveshje, sepse nuk i intereson askujt vazhdimi i luftës për hir vërtet, as SBA-s, as rajonit, pas Iranit, dhe secila palë respektivisht është e përfituar në mënyrë relative për sa i përket ato të cilët marrin nga lufta. Irani kërkon një lehtësim, kërkon një frymëmarrje, kërkon ekonomia që ndërtohet, financat fushënohen, të ruaj kohezionin e brendshëm, të ruaj, po themi, krenarinë dhe ata që i kanë ngelur në kuptimin e qoftë programit bërtamor, arsenalit të saj, por edhe sistemit raketor dhe përmes saj të marrë frymë. Nga ana tjetër, SBA-ja kërkon të japë një herë mirë fund kësaj historie dhe të arrijë një paqe në kuptimin edhe kreditës personale që përfiton presidenti amerikan, por edhe ekonomia globale të marrë frymë, sepse efektet e tashme ndjehen, jo vetëm në vendet e lindjes mesme të prekur nga kriza ekonomike, financiare e turistike, por edhe vendet e Bashkimit Evropian dhe gjithë ato të cilët janë eksportuar dhe importuar në Tiranë. Dhe gjithë janë të fituar dhe janë nxisin këtë proces negocimi dhe arritjen e marrëveshjes. Qartë, mirë, zoti Rezi, për të mbyllur, ndërkaq, cili është tashmë dhe roli i vendeve të gjirit pasi ishte planifikuar një sulm nga ana e SBA-s drejt Iranit, por sipas njoftimit të presidentit Donald Trump në rrjetet sociale u tha se këto vende i kishin kërkuar që të ndalte sulmin për shkak se ishin afër negociatave prames SBA-s dhe Iranit. Cili është roli tashmë që po luajnë vendet e gjirit dhe sa ndikim do të kenë? Nderuar, vendet e gjirit për hir të vërtetës, kur flasim për to, kemi parasysh vendet më fuqishëm që janë në Arabia Saudite, për shkak të një lloj konkurrshmërie apo konflikti që ka pasur me Iranin për sa i përket dominimit dhe rivalitetit të tij për ndikim në rajon, dhe kuptohet edhe të tjera, ata qoftë Katari, qoftë Emiratet e Bashkuar, Bahreini e tjerë, apo edhe Omani, ku ky fundi po luan edhe rolin e mediatorit apo ndërmjetësuesit për qëllim të mirë në kuptimin e ndërmjetësimit për negociatat së bashku me Pakistanin. Ato janë të interesuar çfarë për të ulë tensionet dhe në mënyrë që konflikti më të përshkallëzohet, sepse nga ky konflikt koha e tregoi që ato janë të prekur e nuk janë imune nga sulmet të cilët Irani ka bërë ndaj tyre, pikërisht nga sinjalet dhe mesazhet që jep që nëse ju do bëni baza apo streja të cilët nga do goditet Irani, nuk jeni të ekspozuar në mënyrë të drejtë për drejtë nga sulmet dhe kundërsulmet raketore iraniane, dhe cilët ato në farë mënyrë e provuan një gjatë tillë dhe nuk janë të interesuar absolutisht për vazhdimin e luftës. Aq më tepër që kemi një përshkallëzim të tij, cilët do të ndikojnë ndjeshëm. Kemi parasysh që këto vende nuk kanë si një sistem sigurie dhe mbrojtje të tillë saqë madje kanë fragjil dhe të cënushëm, dhe nuk garantojnë që do
do të mbjetojnë apo do të përballojnë sulmet që i vinë nga Irani, po edhe gjatë gjithë proksave, që nga vucit në men, sepse situata luftës është e paparashikueshme, apo reaktivizimi i proksave, sido qofshin ato nivelet e aktivitetit në milicin shiite në Irak, në Siria, po edhe në Hezbollah, dhe si tillë një situatë konflikti dhe përshkallëzimi, eskalimi i cilës do të jetë i paparashikueshëm dhe ato që do të vuhen më të tepër do të hapësojnë janë vendet e Egjirit dhe pikërisht nisur nga kjo, ato janë në mënyrë kategorike kundër vazhdimit të luftës, për shkallëzimit të saj, por që nuk do të lejojnë që ndikimi i Iranit të jetë i tillë sa që do të ulë edhe fuqinë ndikuese të tyre shtetit. Kemi parasysh qoftë Emirateve të Bashkuara Arabi Saudite, Katarit, Bahrenit, danë gjithë këtyre vende. Përjashtoi Izraelit, të cili është në mënyrë kategorike dallim me këto shtetet arabe, të jetë për vazhdimin e luftës dhe të zgjidhet një mirë agjenda me Iranin, sepse tek kur shohim historinë e konfliktit në nisjes së saj në gjenezë ishte pikërisht ajo që Izraeli nisi dhe u mbështet edhe nga presidenti amerikan Obama. Këtë kemi dy lloj qasjes dhe qëndrimesh, vendet të cilët e mbështesin dhe janë rreshtuar pro luftës në kuptimin e asaj që të zgjidhet një mirë problemi me Iranin, dhe nga ana tjetër ato të cilët janë neutrale apo marrin një qëndrim më të moderuar, sepse dinë që efektet e luftës do të bijnë mbi ekonomitë e tyre dhe mbi popullsinë e këtyre vendeve. Dhe këto vende më së shumti janë të orientuara në investimet e tyre kapitale dhe lullëzimin ekonomik, dhe janë më pak të janë imune në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë, sepse ajo garantohet përmes aleancës dhe partneritetit që ka me SHBA-n. Dhe kjo luftë në farë mënyrë nxorrin pa edhe këto probleme tyre, këto sfida me të cilën ato përballen, dhe nisur nga këto eksperjenca, vlerësime dhe mësime që i bën nga ky konflikt, ato më tepër janë të prirë vendet e Egjirit. Kemi parasysh që nga Kuvaiti, Emiratet e Bashkuara, Bahreni, Arabia Saudite, Omani e kështu me radhë, të cilët janë të interesuar që të ketë luftë të arrihet një paqe dhe jo të përshkallëzohet, në dallim me qëndrimin radikal që ka qeveria Netanyahu dhe Izraeli, të cilët përmes saj kërkojnë një mirë që të jepet fund kësaj lufte. Në situata është e dyzuar në kuptimin e asaj që nuk ka një konsensus në vendet e lindjes meset, të cilët e mbështesin alternativën